Kryesisht mirë, faleminderit. Mirë. E kam një lajm të mirë për juve para se më bë pyetjen. Hajde. Kontratën për ndriçim publik në Prishtinë e kemi nënshkruar. Sot kemi takim me kompaninë që e ka fituar këtë tender dhe do fillojmë sot me përpilu planin e menaxhimit dhe që nga java tjetër jemi në aksion në shumë lagje të Prishtinës sipas planit që kemi me përpilu sot. Edhe besoj e shpresoj që shpejti do e kemi Prishtinën më të ndriçuar se kur do herë më parë. Okej, ekipa ime sot gjatë ditës do t'ju dërgoj disa emra të lagjeve rrugëve që më janë ankuar shumë, ku ka prishje të ndriçimit. Kjo është tepër e rëndësishme, në fakt këtu të ndërhyet fillimisht. Po flas për Vranjevcin, po flas për lagjen e Medreses, po flas për disa lagje ku ka probleme serioze. Edhe sot gjatë ditës do t'ju dërgoj gjitha adresat i futni në këtë planin. Me shumë dëshirë i marrim në konsiderat me shumë prioritet, sidomos aty ku se pjesë të mëdha të lagjeve kanë të lashe me ndriçim, do i qasemi në fazën e parë dhe do vazhdojmë pastaj prej lagje prej regionit në region, sepse kjo nuk nënkupton vetëm sanimin e defekteve momentale, po nënkupton edhe ndrimin e të gjitha poçave elektrike dhe atyre që janë funksional, sepse poçet elektrike që tani do vendosen janë të formatit LED, ku energjia elektrike do kursehet dikon 60 deri në 70%. Do thotë është një e mirë e dyfisht. Mirë, po flasim pak për çështjen e mbeturinave, ende jemi të bllokuar apo jo? Po ende jemi të bllokuar, gjendja fatbarësisht nuk është aq e keqe sa ka qenë para disa javëve, siç duket pastrimi pak e ka marrë veten, ndoshta po e tregon tash një rezultat bukur të madh edhe pjesa e këtyre 6 kamionëve që ja kemi dedikuar ndërmarrjes pastrimi. Ne jemi në pritje të një shqyrtimi të një ankese që ka shkuar në OSHP sa i përket kësaj 6 mujore që është me 2 operatorë ekonomik privat, që mendoj që do jeshte një ndihmës tepër e madhe për ndërmarrjen pastrimi për t'i dalë më mirë zot krejt problematikës që e kemi momentalisht në kryeqendër. E pastaj të shohim tutje se si do zhvillohen veprime tjera, sa i përket edhe tenderit tjetër që e kemi prapë në OSHP, që parashef ndarjen e kryeqytetit në 5 zona, angazhimin e 5 operatorëve ekonomik privat, duke mos e anashkaluar asnjëherë dhe ndërmarrjen pastrimi e cila pastaj në një zonë me mekanizmin që e ka, me siguri që do jep një rezultat shumë më të mirë se sa që po mundet tani me i dalë zot komplet zonës së kryeqytetit. Mirë, kam një dje kisha drejtorin Petër Treshisa në linjë direkte dhe nuk kanë para për t'i paguar rrogat e punëtorëve. Po shkon në 2.5 milion euro borxhi i kompanisë. Planifikon komuna të ndihmoj apo nuk keni obligim financiar ndaj tyre? Në fakt, jo, nuk kemi asnjë obligim financiar ndaj tyre. Në fakt, këta e kanë vu veten në një situatë tepër të pavolitshme. Petri Treshisa me kryenësinë e tij dhe me moszotësinë menaxheriale, në anën tjetër edhe asamblesë të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht asamblesti Leotrim Redkoseri, i cili inicoi dhe e pruri deri në plotësim ndryshim rregullorën për menaxhimin e mbeturinave, sipas së cilës ndërmarrja pastrimit do të inkasoj drejt për drejt